Fëminia që dum ishte aktiviteti organizuar nga Zëva Shkodër në kuadër të festës së fëmijëve. Në këtë event, tashmë të kthyer në traditë, morën pjesë shkollat 9-vjeçare të Shkodrës. Është një ditë që ju kushtohet ju, ëndrave tuaja dhe të ardhmes që ju përfaqësoni. Festa e fëmijëve në fakt nuk është vetëm një datë në kalendar. Është një kujtesë e përvitshme për të gjithë ne që fëmijëria është pasuria më e çmuar e një kombi. Në këtë aktivitet që quhet Fëminia që du, jena mbledh me festu, në fakt, por nga ana tjetër na shërben shumë që përmes kësaj feste edhe të reflektojmë, edhe të ndërgjegjësohemi. Ne shpesh themi që baza e një shoqërie është familja. Por që kjo familje të buzëqesh, duhet të ketë fëmijë të lumtur, sepse nga lumturia e tyre merr më shumë forcë, më shumë frymë dhe vetë shoqëria. Prandaj neve nuk do të kursojmë asnjëherë. Bëjmë më të mirën e mundshme për fëmijët tanë. Sepse shpesh themi që ato janë e ardhmja. Por ama e ardhmja duhet të jetë e sigurt. Dhe kur ato janë të sigurt, jeni bindur që përballë do të kemi një shoqëri që vetëm do të buzëqesh dhe do të na lumturojë të gjithë neve. E organizuar nga Shërbimi Psikosocial në shkolla, ky aktivitet kishte qëllim të përcjellte mesazhe ndërgjegjësuese për varësinë që fëmijët po shfaqin ndaj teknologjisë. E organizuar me shumë kujdes dhe dashuri nga Shërbimi Psikosocial në shkolla, tenton që të japin mesazhe ndërgjegjësuese në lidhje me varësinë e teknologjisë në jetën e fëmijëve, por jo vetëm, por edhe promovimin e zgjedhjeve të duhura të një jete aktive, të bukur dhe me përjetime reale për fëmijët larg ekranit dhe larg telefonit. Aktiviteti ishte konceptuar me performancat e ndryshme të fëmijëve të shkollave të qytetit, ku çdo performancë kishte një mesazh për të kuptuar jetën reale.